Mjeku, një fjalë në përshtypje të pare thjesht, por që brenda saj përmban shumë komponenta. Humanist, profesionist, fisnik. E po ndalemi këtu. Këto dhe shumë epitete të tjera me të drejti meriton fisniku shumë liu. Sonte kemi vendosur të ju sjellim diçka edhe nga mjekësia. Bëhet fjalë për sfidat dhe sukseset e të qenurit specialist i patologjisë. Doktor Fisnik ishte i ftuar në Zoom ku do na tregoj pak për rrugtimin e tij të gjatë në këtë lëmi. Unë jam specialist i anatomisë patologjike ose specialist i patologjisë dhe unë mirem me diagnostikimin mikroskopik të sëmundjeve të ndryshme. Por edhe mjekët tjerë të cilët ushtrojnë profesionin e mjekut, por nga fusha tjera, edhe ata mendoj se synimi i tyre duhet të jetë kryesor, fokusi i tyre duhet të jetë edukimi i vazhdueshëm profesional. Edukimi i vazhdueshëm profesional të çon drejt ngritjes jo vetëm profesionale, por edhe ngritjes humane. Të qenurit mjek e po ashtu të pasurit kontakt të vazhdueshëm me pacientët, ka të mirat, por edhe mangësitë e saj. A ka pasur raste që doktori është lidhur emocionalisht. Thënë më shkurt, profesioni fisnik i doktor fisnikut ka fol shumë se sa duhet. Unë duhet të jem profesionist kudo dhe kurdo. Do të thotë, ne si mjek jemi të bekuar me një profesion i cili na jep përkundër faktit që ka përgjegjësi të madhe dhe është shumë i kërkueshëm, ne jemi të bekuar me faktin që ne jemi në pozitë që t'i ndihmojmë njerëzit. Jo çdo profesion e ka atë mundësi. Dhe unë mendoj se mjekut nuk i takon të punoj me business plan. Mjeku duhet të ofrojë shërbimin shëndetësor dhe të ofrojë shërbim shëndetësor cilësor. Përvoja personale kam shumë, se realisht nga fakti që kur në qoftë se në kohën kur punon në institucion shtetëror, atje në farë mënyre në lamin tonë mundesh me qenë mbrapa mureve, mbrapa dyreve. Mirë, po në momentin kur punon në aspektin privat, atëherë madje mos ju eksponohesh pacientëve. Dhe natyrisht disa nga pacientët janë njerëz të cilët i njeh, ose i ke familjar, ose i ke miq, apo ndoshta njerëz të cilët i ke admiruar për një kohë të gjatë dhe ndoshta si ke takuar asnjëherë, po hera e parë i takon në ordinancën tënde. Dhe nuk është e lehtë që ndoshta një person të cilin ti ndoshta ke prit 20 vite të takosh e të bisedosh me te, për shkak të konsideratës maksimale që e ke ti për personin në fjalë, vjen te ti në cilësinë e pacientit. Dhe fatkeqësisht ndodh që ai vuan nga një sëmundje maligne, nga një kancer, dhe ti në takimin tënd të parë me te, në vend se që të bësh një bashkëbisedim për tema tjera, duhesh praktikisht t'ja kumtosh lajmin e keq. Për këtë tema i shton se një specialist duhet të jetë i kujdesshëm me pacientët, e sidomos kur u kumton një gjë të tillë që nuk është as pak e këndshme, e bile mund të ndikojë fare lehtë në psikologjinë dhe kujtesën e një persone. Kur qasesh në mënyrë profesionale, atër praktikisht vetë profesionalizmi yt, vetë synimi yt që të ofrosh një cilësi, një shërbim shëndetësor cilësor, që të mbash profesionalizmit tën, ajo për ty është si një lloj firewall, që thojnë. Është një lloj mburoje, që ti të mbrohesh prej emocionalizmit të tepruar. Duhet të them një gjë, emocionalizmi i tepruar në mjekësi të kushton me gabim profesional. Mund t'i kushtoj edhe pacientit. E një pyetje që dëgjojmë gjithandej ka të bëjë me shkaqet e këtyre sëmundjeve. Nga dhe pse na vjen kanceri apo tumori? Shumë më pyesin për këtë pyetje, edhe në përgjithësi ekziston në popullat një mendim se rastet e kancerit janë shtuar. Unë mendoj se këtu janë faktori kyç praktikisht i cili është që lidhet me rritjen e incidentës së kancerit, është ndryshimi i stilit të jetës. Domethënë, praktikisht kanë kaluar 24 vite prej përfundimit të luftës dhe ajo periudhë para luftës, jeta është zhvilluar
në mënyra, rëndësisht të ndryshme, në mënyrë rëndësisht të ndryshme në krahasim me mënyrën se si zhvillohet në ditët e sotme. Këtu ndikojnë shumë faktorë, ndikojnë faktorët e ushqishmëria ndikon, po natyrisht edhe jetëgjatësia, do të zgjatja e jetës mesatare, ndikon rritja e gradualisht ne shkojmë duke u plak, se me zhvillimin e një shoqërie, atëherë dhe mosha mesatare e shoqërisë shkon duke u rrit. Dhe me këtë, atëherë vinë në shprehje, do me thonë, sëmundjet të cilat i shoqërojnë moshën mesatare apo edhe moshën më të shtyrë, e një ndërto është kanceri. E përmenda ushqishmërinë, e përmenda stilin e jetës, e përmenda moshën mesatare, po gjithçka ka ndryshuar. Do të thotë ne përveç se ushqihemi me produkte të ndryshme tani, nuk ushqihemi me ato se si janë ushqyer përpara, mënyra se si ushqihemi, pastaj edhe puna, do të thotë aktivitetet e njeriut, do të thonë që lidhen me profesionin, edhe oraret e punës, ngarkesa në punë, ngarkesa me çështje tjera, të gjitha këto praktikisht bashkëveprojnë njëra me tjetrën. Mandej janë edhe faktorët gjenetik. Vlen të përmendet se në kohë të mëhershme, ata që janë diagnostifikuar me sëmundjen e keqe kanë udhëtuar jashtë kushtinjeve shqiptar për të gjetur ilaç. E sipas doktor Fisi, kjo tani nuk është e nevojshme, edhe Kosovën e rendit lartë si një prej shteteve të forta për kurim. Me zhvillimin e shëndetësisë, me zhvillimin e fushave të ndryshme të shëndetësisë, mjekët e ri janë më ambicioz me çu mjekësinë përpara, me çu mjekësinë në një nivel më të lartë, e kjo nënkupton edhe procedurat e ndryshme imazherike, procedurat e ndryshme të marrjes së biopsisë, procedurat e ndryshme të operimit, procedurat e ndryshme të trajtimit, të diagnostikimit. Tashti shumica, qëllimi jonë është që shumica nga këto t'i realizojmë në Kosovë, me që ofrojmë shumë ma shumë shërbime shëndetësore dhe me që cilësia rritet, atëherë natyrisht se ne do të identifikojmë më shumë raste të kancerit dhe kjo ty të jep një përshtypje se numri rasteve të kancerit po rritet. Në fakt ne jemi të diagnostikuar më shumë.